115.000 euro do marrin një apartament 2+1, pra është i organizuar në 2+1, është kati 6, pallati me ascensor, pa asnjë problem nga tërmeti, vendodhja ke spitali në Durrës, pra ke spitali rajonal në Durrës. Shiko, çmimi 115.000 euro dhe sipërfaqja është 99 m2. Kjo është shumë e rëndësishme si çmim, sepse quhet çmim okazion. Urdhër ta shohim pak edhe këtu. Pse është çmim okazion? O Gjono, që t'ja tregoj pak qytetarëve, ne jemi dhe vlerësues pasurie me dokumenta dhe po ju tregojmë. Është 1.150 euro për metër katror. Që të blesh një apartament me 1.150 euro për metër katror, të mobilum, mendoj që është çmim logjik. Veni është shumë i mirë, pallati është i ri, jemi me pamje nga spitali dhe nga kemi 2 balkone, pa harru që jemi me 2 balkone, me 2 korridorat vogla, 2 dhoma gjumi, shitet i mobilum, urdhëro, Gjono, ta shikojmë çikte. Korridor tjetër i vogël. Që ndan dhoma. Shohim dhomën e gjumit që ta kuptojmë për çfarë po flasim. Pra, 115.000 euro, unë edhe Gjoni ju kapim, ju qëmë ke noteri, çdo gjë me dokumenta. Investoj sigur, hajde këtu Gjon, shikoj pak. E madhe shumë kjo dhoma. Po, e modhe fare, kemi dhe balkonin tjetër. Pra, jam i mendimit që nëse ti ke Afër stadiumit. Nëse ti ke 115.000 euro, mos e zjat, hajde direkt ke noteri. Banja këtu. Pallati shumë i mirë, shumë i ri. Pallat në kat 6 me ascensor, çdo gjë, okay. 99 metra është shumë mirë, e kupton? Shumë mirë sfidë. Është i çmim, kap një investorit sigurt, do kujtoni mua dhe Gjonin. Hajde mos e zjat, direkt shkojmë ke noteri. Pallati i ri më shak. Shitet, për arsye shitet sepse kanë ble pronarët i shtëpi jashtë shtetit dhe po shesin këtë shtëpi. Ju duhen lekë atje. Ju përshëndesim. Sa.